Atëherë besoj që pajtona. Po në këtë drejtim unë menoj që në rrugën që ndihemi të shku, na menojmë, nuk do të thotë që do të më menu krejt. Menoj që jemi në rrugën e duhur edhe po shkojnë hapa sapi. Nuk është e lehtë në Kosovë me i bë çto progrese dhe çto ndryshime. Nuk është e lehtë se ti vetë din je pjesë e kësaj. Kështu që me bind një udhëheqësi të klubit, një president, do pronor, me i bind, me shti, me investu. Domethënë, përderisa ata mos them që shumë pak ose se dia kanë dalë 0-0 prej klubit, me shti me investu miliona në fushën qendrës televiziore është pak e vështirë. Kështu që në këtë drejtim, unë jam shumë i lumtur që ne kemi arrit me sa do kudo me qit një guri edhe me bo një hap në këtë drejtim. Ju është ty në be, ata për veti pa investojnë. Po mirë be, po një herë ndërtojnë edhe i ki për ta një jetën valan. Po unë pajtona plotësisht, po shumica e pronarëve be i kanë klubet e veta, po s'janë to e bo. Edhe është pak vështirë me i bi. Unë e kallëzoj sinqeritetin. Ata kanë bo gabim. Edhe këta të nashta këshin bo gabim, po ja, tu munu, tu e tregu realitetin edhe jënë bind, edhe me nashta kur ta shohin dritën që e ka bo investimin, edhe është në rrugën e dur, nashta kanë me pas edhe këta tjerë ma letë. Amo nuk është e letë me udhëhes të klubeve në Kosovë, ndoshta me mundu, me investu, me bo, sepse deri para pak kohë nuk ka qenë shumë